Për pyetjen të garantoj se s'kam asnjë interes, por do të paralajmëroj. Po një mesazh për ta. Prit, jo, po të paralajmëroj. Po paralajmëroj shqiptar se ky mercenar po fsheh dokumenta krimi të kandidaturave që kërkon t'i nxjerr. Dhe këtu do jemi. Po fsheh dokumenta që inkriminojnë kandidaturat, dy kandidaturat që ai mbështet. Cilat janë? Jo. Unë rezervoj të drejtën t'u them ju këtu se çdo dokumenta ka fsheh në momentin kur të dalë në skenë. Por ky kam informacionet plota se ky po fsheh dokumenta të personave që kërkon t'i kandidoj për kryetar. Sepse ka problemet veta. Ky ka hall, ky pasi e gënjeu Edi Rama, dhe i tha se do të ndryshoj kushtetutën, po vazhdo ti këto, dhe mbeti pastaj ashtu siç është, siç mundet. Po në fakt ai ka deklaruar publikisht se s'do një mandat dytë. Kush tha? Do të marrë. Në fakt tek kundërta. Në vje keq. Ku e ka kërkuar? Në fakt ai, të lutem, ja, vje keq. Në fakt ai në mënyrë të përsëritur, të pakten mund t'i numroj në komisionin parlamentar, në konferencën për shtyp, në konferencë tjetër që ai ishte për drejtësinë e tjerë, ai ka kërkuar zgjatjen e mandatit të prokurorëve, jo kandidaturë. Të kujt? Pra që e ka 90 të bëhet. Po fal një minutë. A është prokuror ky apo jo? Po pse se bëri ai tjetri para tij? Edhe ai e bëri. Jo se bëri absolutisht. Asnjëherë. Ta them unë dy, asnjëherë. Tani unë atë nuk e kursej. Prokurori direkti. Jo, unë atë nuk e kursej. Se ai është, i kam thënë, një xhelat i policisë sekrete hoxhiste. Po këtë nuk e bëri ai. Ai nuk shkoi, ai nuk e shtroi në tabu, në çështje kryesore, zgjatjen e mandatit dhe ndryshimin e kushtetutës për krimet që kanë kryer këta. Jo. Jo, sepse ky pse e don atë? Unë ju kam paraqit, do u paraqis. Ky ka fsheh krime. Ky flen mbi krime. Ky flen mbi dosje krimi. Edhe një herë, ku është Aruba? Pse ta marrësh vesh ti Aruben nga një gazetar italian në një kohë kur dosja është këtu prej vitesh? Zoti Berisha, ka ndonjë kandidaturë nga prokurorët e SPAK-ut që ju e jo, unë nuk merrem kurrë me kandidatura, jo, nuk jam, unë respektoj kushtetutën dhe përcaktimin që ka kushtetuta për të, nuk kam asnjë lloj dhe nuk ka absolutisht asnjë tagër, asnjë drejtues politik të implikohet në një procedurë që është strikt e trupit të PLF-s. prokurorëve